shumë i rëndësishëm sepse transporton dhe oksigjen në inde. Uji zakonisht është elementi kryesor dhe i jep hidrogjen. Hidrogjeni zakonisht është shumë jetik për funksionin e stomakut, e kemi thënë, për acidin kloridrik ose për të bërë të mundur denatyrimin e strukturës proteinike ose denatyrimin e strukturës së polipeptideve. Ndërkohësisht nga ana tjetër, hidrogjeni përdoret dhe nga shumë koenzima të ndryshme. Nikotinamid adenidinukleotid fosfati formës së oksiduar dhe nikotinamid adenidinukleotid fosfati ose nikotinamid adenidinukleotidi formës së oksiduar, që është NAD dhe NADPH-ja. Folëm pak më parë që ishte i rëndësishëm dhe për këto çrregullimet elektrike, aritmit, fibrilacionet, një aritmi e cila mund të shkaktohet nga stomaku, nga refluksi, një takikardi e cila mund të jetë si pasojë një hernie hiatale, si pasojë një pagjumësie, ankthi kronik, dhe magnezi në formën e acetiltauratit përdoret edhe për ritmin elektrik në zemër, për ta mbështetur dhe për ta ndihmuar, po jo se zvendçon trajtimin efikas klinik që jepet nga personeli shëndetësor. Po themi që këto janë prova të cilat janë në studim e sipër. Siç është magnezi glicinat që ka studim të plot shkencor, magnezi malat për formën e energjisë, magnezi citrat siç është për një defekim më të mirë, ashtu sot po shikohen dhe studimet shkencore në lidhje me magnezin taurat, që taurina është një aminoacid jo i zakonshëm, por më shumë t'i futet edhe tek pjesa e aminoacideve aminosulfonike, sepse përbëhet nga grupi aminik dhe nga grupi aminosulfonik ose nga grupi sulfonik. Dhe ushqimet tani në stinën e verës që ne duhet t'i konsumojmë me magnez, ne i kemi përmendur shumë herë. Që pothuajse frutat dhe perimet duhet të jenë domosdoshmërisht të stinës dhe duhet të jenë gjithnjë në tryezën tonë. Tani në stina e verës ka shumë fruta cilat janë dhe me një përqindje shumë të lartë të ujit, që mund të jenë deri tek kajsit, nektarinat, bostani, piepri, që këto ka nivele shumë të larta të ujit. Dhe duhet të bëjmë kujdes nga ato ushqime të cilat janë me herbicide, me pesticide, ndonse nuk janë në dorën tonë, por ne mund të bëjmë pak atë larjen me ujë dhe me sodë buke, me ujë, me uthull molle, që të paktën të bëjmë të mundur dhe uljen e përqindjes së kontaminimit me herbicidet që ato kanë. Por, nëse janë ushqime të tokës dhe nëse ne dim burimin e tyre, patjetër që nuk duhet i neglizhojmë. Pothuajse arroret, pothuajse legumet, thjerëzat, pothuajse fasulet, pothuajse bizelet, mashurkat, bishtajat, bamjet. Bamjet janë ushqim shumë i shëndetshëm për zemrën. Bamjet, mucilazhit që kanë, janë shumë i rëndësishëm dhe për pjesën e kontraktimit të zemrës, sepse përmbajnë dhe ujë. Bamjet nga ana tjetër, sikurse për peristaltikën, për motilitetin, për qelizat e mëlçi, janë të vlefshme dhe për qelizat në zemër. Ushqimet cilat janë të pasura me omega 3 ose me alfa-linolenik, omega 3 bimore, që mund të jenë pothuajse farat e kungullit, janë të rëndësishme, arat, bajamet, arat mund të bëhen në smooth, pra mund të përdoren me qumshtin e bajames, mund të përdoret me unë e kokosit, pothuajse hidratimin që ne përmendëm pak më parë, që është jetik, konsumimi ujit në mënyrë të vazhdueshme, konsumimi boronicave, konsumimi manave, konsumimi manaferave. Boronicat janë shumë të rëndësishme tani, sepse ka nivele shumë të larta të cianidinave, të pelargonidinave, konsumimi ushqimeve të cilat kanë elagitanina, acid galik, acid elagjik, patjetër banania që ofron kalium, thjerëzat, bishtajat, fasulet, të cilat kanë përsëri kalium, kanë B6 piridoksaminën ose piridoksat 5-fosfatin, thjerëzat, legumet, por nuk duhet të harrojmë edhe perimet e stinës që janë të rëndësishme, pra nuk duhet të harrojmë borzilokun, nuk duhet të harrojmë nga ana tjetër majdanosin, nuk duhet të harrojmë erëzat që ne mund të jedhim sallatës, rozmarinën, nuk duhet të harrojmë pjesën e rigonit, nuk duhet të harrojmë trumzën, që dhe këto janë të rëndësishme, shafranin e indiz. Pra ushqim sa më shumë i larmishëm. Magnezi acetiltaurat, taurina ndodhet te produktet ushqimore shtazore dhe formohet si pasojë e metabolizmit të cisteinës dhe të metioninës. Pra, burimet e taurinës ndonse janë produktet shtazore, mishi viçit, mishi qingjit, mishi pulës. Ajo patjetër që duhet marrë nga ushqimet shtazore dhe ndaj është dhe dieta mesdhetare, që është një dietë ose një formë e ushqimit që ka brenda dhe acidet yndyrore, yndyrnat e shëndetshme, ku armiku i zemrës nuk është vaji i ullirit, nuk janë yndyrnat e shëndetshme. Armiku i zemrës dhe i mëlçisë janë sheqernat e procesuara, ushqimet e procesuara, stresi, pagjumësia, sikurse dhe alkooli. Yndyrna e shëndetshme është jetike për zemrën.
sepse është një proces i cili quhet beta-oksidimi i acideve yndyrore ose trupat ketonik. E kemi folur këtë çështje, ku dhe nga pjesa e butiratit formohet hidroksibutiril koenzima A, që ne kemi trajtuar këtë, ose nga pjesa e acidit laktik, që formohet piruvati. Piruvati formon acetil koenzimën A, acetil koenzima acetoacetilin, hidroksibutirilin dhe butiratin. Pra nga laktati, që është acid laktik, formohet dhe në fund butirati, që është acid yndyror me zinxhir të shkurtër. Prandaj magnezi taurat sot po shikohet për presionin e gjakut, për një ritëm më të mirë të zemrës, po shikohet që po mbështet qelizat në zemër, ndonse provat po themi janë akoma të kufizuara. Përsëri ne mund të kemi atë përshtypjen se magnezi mund të jetë shumë i vlefshëm. Nga ana tjetër, konsiderohet si pra taurina vet konsiderohet si një molekulë e rëndësishme për fiziologjinë nervore, sepse tham pak më parë që taurina është një lëndë e cila quhet aminosulfonat dhe magnezi acetil taurat ishte i rëndësishëm dhe për perfuzionin e qelizave në zemër, për qarkullimin e gjakut atje, sikurse dhe për pjesën e kontraktimit. Pra këtu kemi atriumet, atriumi i djathtë, atriumi i majt dhe poshtë kemi barkushet. Këtu kemi arterien koronare të majt, arterien koronare të djathtë dhe pjesën e aortës. Dhe më pas kemi trunkun pulmonar, gjaku që vjen nga vena cava superior dhe inferior me anë të atriumit të djathtë, ventrikulit të majt, hapet pjesa valvulus pulmonare, shkon në trunkun pulmonar me anë venave pulmonare dhe vjen përsëri tek arteriet pulmonare në atriumin e majt dhe në pjesën e ventrikulit të majt. Pra qarkullimi vogël dhe qarkullimi i madh i gjakut. Prandaj magnezi acetil taurat sot po shikohet për të ndihmuar dhe për të balancuar ritmin elektrik në zemër, për të ndihmuar që qelizat në miokard të funksionojnë në mënyrë më të shëndetshme. Pra po përflitet si një stabilizues elektrik. Dhe këtu kemi gjithë pjesën e sistemit kardiovaskular. Mbështet ose suporton qelizat në miokard. Siç e tham pak më parë, ne nuk duhet të bëjmë me mendjen tonë që të lëmë mjekimin dhe të vazhdojmë pjesën e magnezit acetil taurat. Po themi që provat klinike janë në vimësi, po vazhdojnë, akoma po shikohet për pjesën e efikasitetit të tij, po shikohet se cilat janë përfitimet e tij, si mbështetet ky proces, si mbështetet pjesa e funksioneve ose dhe disa peptideve të cilat sekretohen në zemër, peptidi atrial natriuretik, por diçka është e rëndësishme dhe etike, që ky magnez patjetër që kontribon në ruajtjen e homeostazës së kalciumit, kontribon dhe patjetër në ekuilibrin e ujit, kontribon dhe patjetër në pjesën e prodhimit të oksidit nitrik. Këto janë të vërtetuara deri tani, që është si mbështetës, sepse vetë magnezi është kofaktor dhe ndihmues i shumë proceseve enzimatike. Madje ishte kofaktor i fosfonol piruvat karboksikinazës, që zakonisht ishte dhe enzim në glukoneogenez, që konvertonte pjesën e oksalacetikut në fosfonol piruvat. Pra ndonse magnezi është kaq shumë i rëndësishëm dhe magnezi kur bashkohet me pjesën e acetil dhe me taurinë formon një lloj të magnezit që është i rëndësishëm dhe për mëlçin. Sepse nëse mbani mend, ne kemi thënë që pjesa është epitet dhe një metaforë që lidh mëlçin dhe pjesën e qarkullimit gjakut, që zakonisht problemet me zemrën nisin nga mëlçia. Prandaj, dhe tani që janë temperaturat shumë të larta, kujdes me alkoolin kur marrim një rrugë të gjatë. Kujdes me përdorimin e lëndëve narkotike kur marrim një rrugë gjatë, sepse ne zemrës nuk e dim, ose vetë zemra nuk ose po na pyet ose na paralajmëron se do t'i ndodhi infarkt ose jo, duke marrë shkase dhe nga ngjarje të cilat ka ndodhur dhe në kohët e fundit.